Vazhdojmë me konkurrentën tonë të radhës, Renesa Alilaj. Kam kënaqësi të kem në studio dhe prindin e saj. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Çfarë kënaqësie është për ty që ta shohësh Renesën sot në muajt e saj duke shfaqur talentin e vet? Për mua është një kënaqësi e madhe për Renesën sepse ëndra e saj shpresoj që të bëhet realitet dhe e do me gjithë shpirt muzikën dhe besoj se ka prirje. Edhe ne urojmë shumë sukses Renesës dhe e ftojmë në skenë. Faleminderit shumë Renesa. Morëm edhe mendimin e jurisë, si ju duk interpretimi i Renesës. Është shumë i pastër dhe i qartë dhe më pëlqen shumë. Bravo, komplimenta. Shumë bukur, tonaliteti mirë, i pastër, zonën e pastër me plot emocion, vetëm sukses. Faleminderit. Mendimi edhe i prindit të Renesës, si ju duk Renesa gjatë prezantimit të saj? Mirë ka qenë gjatë prezantimit, edhe me gjithë se ka pasur emocione mirë ka shku. Mirë, faleminderit. Faleminderit shumë, ju urojmë suksese.